Për të mësuar më shumë në lidhje me situatën e krijuar nga përmbytjet në Lezhë, do të kemi një lidhje direkte me gazetarin ton atje Elvis Sila. Elvis, të përshëndes, si paraqitet situata në Lezhë, cilat janë problematikat aktualisht? Ju përshëndes nga Lezhë, Saida. Në fakt, situata krijuar nga Moti Keç në qarkun e Lezhës vjen se të mbetet problematike, kryesisht në bashkinë e Lezhës dhe të Kurbinit. Kemi patur një ndërprerje të rreshive të shiut gjatë natës deri në mesditën e sotme, por sërish rreshet kanë rinisur me intensitet të lartë dhe mesatar në territorin e qarkut të Lezhës. Sufruar të dhënave më të fundit që na vijnë nga strukturat e mbrojtjes civile në prefekturën e qarkut, bëhet me dije se në gjithë qarkun ka rreth 3100 hektar tokë bujqësore në pushtetin e ujit, 1100 në territorin e bashkisë së Lezhës dhe 2000 në bashkinë e Kurbinit, atje ku janë edhe problematikat më të mëdha, pasi kemi edhe banesa me prezencë uji, sidomos në njësinë administrative të Mamurasit, konkretisht në fshatin Adriatik, ku dhe situata paraqitet me problematike për shkak të prezencës së madhe të ujit që ka dëbutuar edhe në shtëpitë e qytetarëve. Janë evakuar 10 familje, në total në 2 bashkitë, por një pjesë e tyre ditën e sotme janë rikthyer në banesa pasi është evaduar uji, ndërkohë që është tërhequr uji edhe nga qendrat urbane në qytetin e Lezhës, ku pati probleme një ditë më parë si dhe në qytetin e Laçit. Sa i përket Lezhës, në këtë drejtim ka ndikuar edhe rënja e nivelit të lumit Drenç, ka bërë që uji të evadohet nga bloqet e banimit 11 janari dhe 11.2 hektar, ku pati pra gjatë ditës së djeshme, ndërsa sa i përket situatës në fshatra më problematike paraqitet në zonën e Zadrimës për shkak edhe të prurjeve të shumta të lumit Gjadër, i cili ka krijuar probleme në urën e Zojësit e përrjedhoi duke përmbytur edhe 10 hektar tokë bujqësore pikërisht në fshatrat përreth, por ka prezencë ujë edhe në oborret e disa banesave. Gjithsesi, situata po mbahet në monitorim të vazhdueshëm nga strukturat e mbrojtjes civile, ku problematikat që përmenda edhe pak më sipër më të mëdha janë në territorin e bashkisë Kurbinit, kur kemi edhe banesa në pushtetin e ujit dhe sidomos në zonën e Adriatikut, por edhe të Fushgjormit, ku ditën e sotme pati edhe një protestë nga banorët, sipas të cilëve këto përmbytje janë të përsëritura dhe duke fajsuar në këtë mënyrë bashkinë e Kurbinit se nuk ka marrë masa, pra pasi është hera e dytë në harkun kohor të 6 javëve që përmbyten, pasi vërshimi i ujrave ka dëmtuar infrastrukturën, por edhe ka hyrë në biznese dhe banesa pikërisht në këtë zonë të Kurbinit. Gjithsesi, këto janë të rejat më të fundit sa i përket situatës në qarkun e Lezhës dhe gjithçka po mbahet në monitorim për sa kohë rishet e shiut janë rikthyer sërish në gjithë territorin e këtij qarku, ndërsa duhet të them se edhe mësimi ka rinisur gjatë ditës së sotme pikërisht në 2 shkollat ku pëzullua një ditë më parë, në shkollën veçare Kosova dhe Gjergjfisha në qytetin e Lezhës, pasi uji është evakuuar nga ambientet e jashtme të këtyre 2 institucioneve arsimore. Thatë që ka banesa të cilat janë në ujë, cilat janë marrë masat për të ardhur në ndihmë këtyre banorëve. Në fakt, sa i përket banesave në ujë janë në territorin e bashkisë Kurbinit, problematikat më të mëdha dhe nevojat që kanë qytetarët është për gjën e gjallë, pasi normalisht është dëmtuar edhe baza ushqimore për baketit, dhe në këtë drejtim ata kërkojnë që t'u vihet në ndihmë me qëllim që baketit të mos hasin probleme, pra përsa i përket ushqyerjes së tyre, pasi gjatë ditës së djeshme kemi patur edhe ngordhje kryesisht se baktive të imta në zonën e Kurbinit për shkak të vëshimit të menjëhershëm të ujrave, por nga ana tjetër kërkojnë që të mundësohet edhe lëvizja në ato zona ku niveli i ujit ka arritur deri në 50 cm dhe është tepër e vështirë që banorët të lëvizin, edhe në këto kurse kërkojnë që mjetet të rënda të ushtrisë apo edhe barkat të vjenë në dispozicion për të kryer ato nevoja që ata kanë. Gjithsesi, duke krahasuar me një ditë më parë, ka një përmirësim të situatës, sidomos në bashkinë e Lezhës, pavarësisht se sipërfaqet e përmbytura janë të mëdha, por janë kryesisht tokë bujqësore dhe nuk kemi të bëjmë me banesa, ndërsa në Kurbin situata paraqiten disi më rënduar dhe normalisht rreshtjet e shiut që janë rikthyer gjatë mesditës së sotme do të ndikojnë negativisht, ndërsa strukturat në terren po monitorojnë
çdo problematikë për të ardhur në ndihmë qytetarëve të cilët ndodhen pikërisht në pushtetin e ujit në ato zona që unë përmenda pak më sipër, kryesisht pra në fshatrat e njësisë administrative të Mamurasit në Kurbin. Nëse ndalemi pak tek dëmet, janë krijuar dëme të mëdha materiale apo edhe në bujqësi tek këto familje? Në fakt, dëmet më të shumta janë në sektorin e bujqësisë dhe të blegtorisë. Sa i përket banesave dhe apo dhe bizneseve, uji ka vëshuar gjatë pasdites së djeshme dhe mund të themi se është larguar brenda një kohë të shpejtë duke mos shkaktuar dëme të shumta. Ashtu siç ndodhi edhe gjatë përmbytjeve të muajit nëntor të vitit që lam pas, problemet më të mëdha pritet që të jenë sërish në sektorin e bujqësisë dhe të blegtorisë, duke qenë se prezenca ujit për një kohë të gjatë ndikon në të mbjellat e fermerëve në zonat ku janë përmbytur, po nga ana tjetër ka dëmtuar edhe bazën ushqimore për gjënë gjallë, që është një problem tepër i madh për ta dhe në këtë drejtime ato kërkojnë ndihmën e shtetit për t'i kompensuar. Pra, por edhe për t'ju siguruar bazë ushqimore për gjënë gjallë në këto ditë që ndodhen në pushtetin e ujit. Visi, të falenderoj për informacionin që ndave me ne. Faleminderit juve. Ishim në një lidhje direkte nga Lezhë me gazetarin Elvis Hila.